Botuesi i gazetës Iliria evokon kujtimet e kongresmenit Engel bashkë me ish-presidentin Bill Clinton. Botuesi i gazetës Iliria në New York, antari i Këshillit për Marrëdhëniet Shqiptare-Amerikane AARC në Washington, Vebi Bajrami me bashkëshorten Gena ka bërë homazh dhe nderim kongresmenit Eliot Engel në Bronx. Kongresmeni Eliot Engel vdiq më 10 prill të këtij viti në moshën 79 vjeçare. Ai do të kujtohet si një mbrojtës i palodhur i të drejtave të shqiptarëve në Kosovë dhe aktivist për më shumë se 3 dekada në Kongres në mbështetje të pavarësisë së Kosovës. Vebi dhe Gena Bajrami, të cilët për shumë kohë kanë pasur miqësi të ngushtë me kongresistin Engel dhe familjen e tij, i shprehen ngushëllime bashkëshortës Patricia, vajzës Julia, djemve Jonathan dhe Philip. Gjatë këtyre homazhe mori pjesë dhe ish-presidenti Bill Clinton me bashkëshorten Hillary Clinton, ish senator, ish sekretare e shtetit dhe ish kandidate për presidentet të Amerikës me presidentin Clinton, folën për kontributin e kongresmenit Engel për Kosovën, ish-presidenti theksoi se Engel e ka mbështetur atë jo vetëm për Kosovën, por dhe çështje të tjera në Kongres sa herë që e ka kërkuar ndihmën e tij, tregon Bajrami. Shfrytëzova rastin, falenderoi ish-presidentin Clinton edhe kësaj radhe për ndihmën që dha për çlirimin dhe pavarësinë e Kosovës, dhe ai tha se për mua ka qenë një nder i veçantë që pata mundësinë të ndihmoj Kosovën, tha Bajrami. Familja Engel falenderuan Vebi dhe Gena Bajramin për ngushëllime, duke kujtuar gjatë bisedës miqësinë dhe respektin që ata dhe Eliot kishin për njëri tjetrën.